Unë më kanë martu të shpistime që në moshën 17 vjetë. Ma morë një të në qafë, me pak fjalë. Edhe kjo ishte lidh me një vajzë, ati ishte lidh me një vajzë që punon të në kuzhinë. Një kapa telefonin, fotot, gjërat që kishim bëu, kupton? Ai kishte heq bluzën edhe do të e kupto vetë. Përshëndetje miqtë, mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë këtu në kanalin tim zyrtar në YouTube, po do ta duam me Mandro dhe jemi live ditën e sotme. Për gjithë ju që kërkoni të merrni njoftime dhe të shikoni live-et e mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme në live-in tim dashurmiq do të sjell historinë e një nëne të re në moshë. Është nga Kuksi, nga veriu i Shqipërisë, por e martuar në Tiranë. Nëna e 3 fëmijëve, e cila pas disa viteve martesë vendosi të japi fund të divorcit, sepse nuk ishte vetëm tradhtia, kishte akoma më shumë dram në familjen e saj që u detyrua të ikte përgjithmonë nga burri. Por çfarë ka ndodhur dhe çfarë ka përjetuar kjo nën, do të jetë pikërisht zonja Rezarta, që ditën e sotme do na i rrëfej. E dashur Rezarta, përshëndetje. Përshëndetje, si jeti? Mirë, ju si jeni? Mirë. Në fakt, për historinë tuaj, më shkruajti një mikesha jote në faqen time të TikTokut dhe ajo ma dërgoi numrin që unë të flisja me ju se keni një problem. Po. Kush është problemi ju? Problemi im është unë jam me 3 fëmijë, jam vetëm, se jam dalë nga burri ka 2 vite që jetoj vetëm me fëmijë. Ai për momentin është në burg për dhunë familje. Ju ka dhunuar ju? Po. Në fakt unë kam 13 vite një martesë që kam net me të, kam kalu shumë gjëra të këqija me të. Thjesht e kam shty, domethënë e kam majt martesën, ai që po ndryshon sot, ai që po ndryshon nesër, kupton? Kam kalu shumë probleme me të, shumë gjëra. Edhe unë jam vetëm me 3 fëmijë dhe po vuj akoma, kupton se me një rrogë të vogël nuk po mundem do t'ja dal, fëmijët duhet me çon shkollë, kam shumë gjëra me tregua, kupton? Po t'ja nis nga fillimi duhet shumë me tregu. Më lejon të pyes? Po, patjetër. Ç'a moshe jeni martuar? Unë më kanë martu të shpistime që në moshën 17 vjeç. E kam lind vajzën akoma pa botë 18. Vajzën e madhe. Ka qenë një martesë pa dëshirën tënde? Po, pa dëshirën time. Nuk është se e kam dashur. Domethënë unë jam në origjinë kuksiane, edhe njerëzit e mi kanë pas shumë fanatike dhe ai ta martojnë vajzën se na ngel nder apo merret me gjëra të këqija, kuptoj, dhe ma morë një të në qafë, me pak fjalë. Por ai nga ishte? Ju nga Kuksi, por ai? Nga Bulqiza. Sa vjeç? Nga të pranë Bulqiza. Ti 17, por ai? Ai ka qenë 18, një vit pak më i madhson. Të dy të vegjël, ti shkove në Bulqizë nuse? Jo, këtu në Tiranë, me qira, kena ndru 200 shtëpia, po thuj se dilane, ai nuk punonte, vetëm pite alkool, rritën për lokale, unë dhe gjera ime punonin, do me thënë që e mbulonin pak shpenzimet. Boja nga 2-3 punë, kupto pastroja zyra, lokale, punoja pastruse, pjatalarse, boja punët më të ndryshme që jam të në Tiranë. Jo, unë ato kanë qenë me shtëpi të në Tiranë, nuk kanë jetu asnjë në Bulqizë, kanë jetu këtu në Tiranë, në shtëpi në Tiranë. E kuptova, vendlindjen e kanë nga Bulqiza, po kanë jetuar në Tiranë. Erdhe nuse në Tiranë, mund të më tregosh pak për fillimin tënd, ato vitet e para të martesës? Unë kam net vetëm 3 muaj fejes me të, edhe pastaj do më thonë ishte edhe ai nga mu, tu patjetër me të paje goca jo, kupto, ne që kry marrëdhënie seksuale edhe lashta zanë me vajzën e madhe. Edhe për 3 muaj do më thonë, unë shkova të shtëpia ti bomi dasëm të vogël, shkova aty. Në fillim ishim mirë, kupto, shkonim mirë, pastaj zemër më fal që ndërpres, sepse edhe unë kur dëgjoj rrëfime të tilla prekem. Por pse, çfarë ishte ti bostan që duhet të provonte ty ai dhe pastaj të merrte nuse? Shiko, unë e di si janë rriu më të, unë familja ime vizit e mi, më kanë pëtës do më e gjumë të dhëtaj, edhe për më datë nesë, ka thënë i e fitu të ashti, se unë i kanë shkollë, se kisha marru bitin e parë, do u futja në vit dytë, kupto, kisha shumë ondra me bo, për nejse mi prej në mes ondrat. Edhe si që po të regoja unë ty, edhe mësi ju martun që shkojeva duke jetu me to, Prime të të ishte mujë i parë, pastaj unë fillova me një punë, punoja në banakire të vila 12, nëse ke parasysh të rruga barikadave. Po.
Ai punon te kamarier të London në qendër, besoj se ai din. Po, Edhe ky ishte lidh me një vajzë, aty ishte lidh me një vajzë që punonte në kuzhinë. të ka tradhtuar. Po, Sa ishte vite- lidh me një vajzë, Por sa vite martes kishit kur ti zbulove tradhtin? gati një vit gati po bonim, gati një vit. Sepse unë isha shtatdan, kur kam lindë vajzën, ai ka qenë me atë vajzën, unë kam qenë në spital duke lindë vajzën. Wow. Ai ka qenë me tjetrën, kupton? Por si e zbulove ti tradhtin? Që rova, me mesazhet në telefon, i kapa telefonin, fotot, gjërat që kishin bërë, kupton? Por e fale? Nuk kisha familje, nuk kisha mbështetje nga askush. Unë edhe sot që jam vetëm me 3 fëmijë, thjesht ndihmos që jam të njerëz që njoh, se unë s'kam mbështetje nga asnjë, nuk ndihmon asnjë, kupton? Jam vetëm, domethënë vajzën e madhe kam 15, tjetrën e kam 12, djalin e kam 7. Duhet më çon shkolla, në punë duhet më shku se kanë qëral me pagujt edhe ke parasysh vetë. Por ndalemi këtu, momenti që ti dole nga spitali, sa ishe bërë nën, ishe 18 vjeç, zbulove tradhtin, si reagoi ai? Ai, do më thonë, fare, më thonë, ai më përzuri, ka qenë, më falë, mos i kam lindë, mos ka qenë vajza pa u bo një vit, do më thonë, 5-6 muajse një gjë e tillë ka qenë, kur i zbulova tradhtin tamam, kupton? Që i ka pa fotot e gjërat, komplet. Po, Edhe më thatë ishte unë isha në punë, se kisha lënë punë, se kam shku në punë direkt, mas lindjes kam shku në punë direkt. Kur erdhi me marrë mu të puna në darkë dhe ishte i mërzit. Ai thashun çka ke, thash ai zën me mamin, se ai kishte shumë grindje me familje. Ai dhunonte dhe nënën e vet, nuk dhunonte vetëm mu. E bëte dhunën dhe me pjesëtar të familjes. Edhe ishte motra e vet aty te shtëpia. Edhe po ja tregote, edhe unë i kapa mesazhet, edhe unë isha gati të rrjedh makinës, kupton, sepse nuk mundë dot më. Se gjitha domethënë punë po. Natë gjithë natën domethënë ti tha rrobat se s'kishte as lavatri, që as i gjë, kupton? Edhe pastaj e tregoj motra vet me atë total, kupton? Se ka lek kjo s'ka lek, kupton? Edhe mas 2 ditëve, më tha mua se ti do ikësh apo vajza do ma lejesh këtu, tha. Iktim, tha mua. e tmerrsh. Edhe unë i thështi vajzën të nuk e prek me dorë dhe se e kam bo vetë. Te në e mora unë vajzën, edhe më shtyvi, edhe më zorën nga shtëpia, kupton? A ditës kam pasas leka, si gjës kishe lekas me hyp në autobus, kam hyp do më thonë pa lek fare në autobus, nëjse shumë më ditë në të qajtë, kupton? Se e bjasa paturina me mua afru. Edhe shkova neta një vit të shtëpia ime, të mami. Edhe vëllezrit më qunë prap atje. Më kësën prap atje. Jo, mos në turproti me njerëzit, jo kështu, jo thonë e ka lënë burri se e ka kap me nej gjo, edhe më ktheu prap vllai dytë, më ktheu prap atje. Ai të dëboj, vllai të ktheu tek burri. Po, më gjoj prap atje, po, i kishte taku të treni, po, edhe më ktheu prap. Por çfarë Ti s'ke jetë me neti, nuk mund të rish kështu, e kupton? Edhe më ktheu prap atje. Pastaj fillon vujtjet edhe më si tepër reagoi? përgjithësi. Si reagoi burri jot kur ti u ktheve? Sa ai të përzuri? Jo, ishte prap, kupton. Sepse ai ishte mësuar që unë punoja dhe ai rripte, kupton? Të nëna piste. Jo, si reagoi burri kur vllai të çoi prap te burri, kur ti u riktheve? Si reagoi ai? Ato kishin folë në telefon me njëri tjetrin dhe kishin rënë dakord, kupton? Se e kishte marrë, ky kishte thënë të kthehet për vajzën, kupton? E qartë. Dhe ti u riktheve. Çfarë ndodhi? U riktheva, zënkat po fillonin, alkooli do me thonë po fillonte, të rrafmet, goditmet, ishin të përditshme. Do me thënë përposhtë se ai të tradhtoi, filloi dhe të dhunonte. Po. Dhuna unë atë e kam dërgu shumë herë, unë kam pas 2 herë urdhër mbrojtje nga ai. Unë ati kam bë, shiko, unë të kam telefonuar ty dhe mi kesha ime të ka shkujtur, unë nuk është se du një ndim të madhe, kush e di se qa, unë du një ndim vetëm një divorce ma te dhe një ndim të vogël nga shteti, sa do të vogël, vetëm t'ja ndalë me fëmicë, unë vetëm një rogë për 100.000 lekë, nuk po ja dalë do, të kupto, se edhe ti bëj divorcin burritin, se kam ngel pa i bëj divorcin dhe ai po më shqetëson akoma, ai sot ndodhet në burg, ndodhet prap për dhunë, ka shku te mami, mbasi jam dalë 2 vite me të, nuk i kam kërkuar lek
asnjëherë për fëmijët, asnjë gjë. O ja kam leju me taku fëmijët sa herë që ka dashur, edhe pse më ka dhunu, ka bërë shumë të këqija, ja kam leju për fëmijët sepse unë nuk janë ndaloj fëmijët atij se jam as kushi me janë ndalu një prindit fëmijët, që janë rrit vetë pa babu, kupton? Dhe unë di që do të thotë Dua të pyes, përveç se ai të tradhtoi, le të themi i shkëputi marrëdhëniet me atë vajzën apo gjatë gjithë kohës martesës të ka tradhtuar? me atë vajzën i shputi marrëdhënies kur shkova e takova unë atë vajzën të puna. Por pse vajte e takove? Vajta e takova se ti është të vendin tim që të bësh. Dhe si Sepse për fajt të asaj unë i di, për fajt të asaj që do të më dalë ky i bukur, unë rria gjithë natën, i laja pantallonat, ja thaja me heku, ja e kurosja, edhe prap kishte shumë lehtë që më lidte me një kënd ka pas lënë, nuk më lidhe me flet gjumë, vetëm si u tekta ti jam burri unë thota. Dhe bësh që duam. pa i pas ka qenë një sëmur psiqik? E dashur Rizarta, po kur vajte takove të dashurën e burrit, çfarë të tha ajo? Në fakt kur shkova unë u prezantova asaj si motra. Doja të dija se çfarë i ka thënë asaj, kupton? Kë kishte thënë asaj që unë jam nga goja, nuk jetoj me gu. Ku e klite me mua çdo natë kërvat. Dia vajzën e mbaj unë se s'ja kam lënë asaj. Edhe pastaj unë i tregova që jam bërë vetë normal. E tash jam, edhe në momentin që unë i tregova çdo gjë, ajo e lagte, kupton? Në momentin që kjo e lagte, i filloi dhunën dhe më kisën te unë. E të mërshme, dhe ti nuk kishe çfarë të bëje, ishe detyruar të jetoj me atë person që të dhunonte. S'kisha që me bëj, isha shumë e vogël, nuk kisha ku më përplas, nuk kisha ndim nga askush, nga askush. Isha detyruar me dashi pa dashi me net ma dhunë. E dashur Rizarta, babai, nëna, ata vlezër, nuk e kuptoni që ai po të dhunonte? Babin nuk e kam, se babin ka vdekur, më shenë moshën 15 vjeç, që kur vlezë do me thënë nuk kanë dash me ditë, kanë pa jetën e vetë, kuptoj dhe mami nuk ka që të boje, se... Por motra e ti, kunata, nëna e ti, si reagoni kur ai të dhunonte? Nëna ti, Toni ka pas fol aty, por kishte momente që jam bate edhe anën aty, dhe më thonë që mos ikja unë nga shtëpia, i dite për ka. Po nëna aty nuk kishte që me bosi që e këllon të dhunë vetë nëna vetë, a i ka këllon të zvetë në këta. Nëna vetë gjithmonë dhe më thonë, i mate shpesat unë nga që unë pas punu shumë. Punoj nga 2 punë, 3 punë, edhe i ndalim shpenzimet bashkë, këta. Edhe normalisht që dhe njëherë mamata anën mu, po kishte edhe shumë ras që amate djelit vetë, këta. Si që dënon. Shumë herë do më thonë kam shku duke marrë lek bogjë nga njerëzit që më qote kjo birra ime, të njerëzit që nipte ajo, ka pas njerëz që edhe kanë dash me më prek me dorë, vetëm se na jepin që më jepshin lek, kupton, me përfitu nga unë. Ua. E vërtet. E maj men ka pasqen një plak i vjetër që e nifte birra ime, kishte shoka, nuk e di çfarë kishte. Unë aty kam pas shku me marr lekë, se s'kishim lekë me pagu qëran, edhe në ta birra ime ta shkollën t'i lambeta, se të t'japa 23 lekë ta, ta se na do me pagu qëran. Ku shkova unë aty të shtëpia aty, unë fakt nuk doja mi shku të shtëpia, kupton se isha, sa kam qenë unë aty një 24 vjeç, që gjë e tillë, kupton? Edhe ai kishte heq bluzën edhe do të e kupto vetë. Thjesht unë i ka unë me vrap, do më thonë edhe... Po kur u ktheve në shtëpi, ja the vjerrës të gjë se... Jo, të vjerës atë të blak, por i vjetër ajo. Buloj kështu ajo, kuptoj që mos me dalë keq, buloj kështu me një anë tjetër. Jo se ajo është plaku vjetër, jo se nuk bët gjë, jo të podcast i vajzën e vetë, kuptoj? Të mërshme, e dashur Rizarta, pas ke patur një jetë të vështirë me burrin, sa vite qëndruat bashk? 13 vite. Por si e durove 13 vite? Dhe solle një jetë edhe 2 fëmijë të tjerë, Unë për fëmijët e falenderoj Zotin që kam një bëkime më i madh për mua dhe ato kanë qenë forca ime që unë tërheq përpara. Ato kanë qenë forca ime dhe akoma janë forca ime që ec përpara, do të thonë që e shkoj bëja kuptova vetëm ato, do të thonë. Po mos ishin ato nuk do ekzistoja sot. Por për çfarë të dhunonte tjetër burri? Kur s'kishte lek, ai pite raki, kupton? Ai na ka shit lavatriçe, na ka shit televizorin, ai na ka shit edhe ato ciganat, tenxheret, tepçijat, na i mete na i shiste te këto që vishin me karroca. E dashur, kur ti e denoncove për herë të parë, çfarë viti ka qenë që u pajisë me urdhër mbrojtje?
ku kanë shku në kombinat, ne kena shku shumë në kombinat, të njëstia nëmër 6 duke të kombinatja. Ne kemi shku se të lishtë e mërë në Itali, kupton nuk e mërë një së qeshtjen. E mërë një Italien. Se që të shkonim ne atje, për shemu, unë njëra i ka qenë duke nga bu flakën, kemi qenë me shpi këtu të dogana, këtu të dogana të ishe vjetonit, kemi qenë me shpi, e ka qenë të nga dik majna me fmi, edhe me vjerën tina. Edhe kena marë policin, ka policia, tishti ka thonë në t'i djallë që bon kështu, e kanë marë gjithë natën aty, edhe pas ta e kanë lëshu, kupton? Të mërshme. E kena qu prap dhe ka qenë dhe një rast tjetër, ka qenë doktor të aty ku ma ka kap qafën, ma ka fut të rëmbët, ka qenë të ma fut qafën, vetëm se kam lëviz unë edhe kanë qenë doktorat prezent aty, që pa ta thonë që i patlemu vjera ime këto tesës, kupton? Doktorat aty prezent kanë qenë një femjeja me doktorin që kanë qenë të ma fut qafën, tishtë jam ka mi kundo me thonë edhe kam dalë, që aty jënë dhe kësha vdekë, kupton? Por ti e ke denoncuar në polici, nuk u morë në një masë, ti u pa i se morë dhe mbrojtja, për ato nuk u morë në një masë që të yë? Jo, asë një masë, që ishte kanë majtë një natë gjithë natët të nesmën e kanë gjithë. Nuk e një thote, gjithdo familje ju ndodhin të gjëra. Këto probleme, do me thonë, dhunat e këto ndodhin gjithdo familje. Tani që aje është në burg, tani aje që është në burg, ka gati që është në burg, bo gati një 6 muj, edhe i ditë që Ramburg, nuk Ramburg për meje, Ramburg që shisi ishte puna. Unë isham punë edhe me merë mami me dhe motra, më thonë që ka është shpendi duke bo shamatu të shpia. Kala majtë në fakt ishin të mami se kishë shku për vizite mamin, kupton? Po. Edhe këtë kishë shku të shpia mametim duke ra portës në shkelma. I të gjendje të dehur, presione pa pun telefon, do të vras, do të bëjte, do të vras ato që të i dhe më tepër. Mu tani më tepër se të fmit nuk më dhe mas i gjë tjetër. Edhe marrën policin në telefon, i them kështu, të lutëm, edhe shko policia e marrën, policia e Kamzës. Po. Edhe i thot polici kam, dhe thot, që vjen të ish gruja, thot që ti me gruni e nda. Po ti ishe burë e kishe majtë gruni, i thot polici. Nuk di ishte gruja këtu të familjarët e vetë. Ti ishe e ndarë kur ndodhi ky episod? Po, ishe ndarë dhe po vazhdote me kërcënimet i prapë. Edhe marë policin telefonu dhe shkone me policia, edhe më të moment për i gjumë policit në grusht. Ka dhënuar uniformat blu? Po, edhe prandaj është në burg, sepse ato nuk e kanë marrë asë njërë seriozisht çështjen tonë. Ne kena po të shkosh të komisariatit 6, në kombinat, mund të kemi shku një mbi 10 hera më shumë që kena shku me ta. Te pesa, do me thonë, ka pas shtrime, ka 15 shtrime te pesa. Që do të thotë, ai ka probleme të shëndetit të ti mendor? Po, ai ka pas marrë dhe ilaçe. Kur kisha marrë urdhën e parë të mbrojtjes herën e parë, edhe duke ngju këto njerëzit e mi, shoqet e këto që pse nuk shkon në Francë me kërku azil, se do të ndihmojnë kështu, edhe që të bojën tani ja hoqa të parën, që kisha urdhën mbrojtje, ja hoqa që me dalja shtetit. I dhe një shans të dytë, që të ribashkohesh dhe ti ikni në Francë. Po, i dhe një shans të dytë, po. Se u bretu në fëmijë si gjitha herë. Shkum në Francë, pa të mboj një letër të një avokat, nuk e di se që ka qenë, vetëm kështu mund t'i meshe letrat në Francë, këto po të boshe një gjotë kështu. Mashtrim të gënjeje. E ku shku në Francë, ku shku në Francë ati filloj më keq, nuk punonte. Ato lekët që na jep të azile, na jep të 600 euro në muj, edhe në meshëm dhe ushime, na i mërë të na i prishtë blet të alkohol, ati më të shtrejnëte në alkohol në Francë. Për dërusë alkohol. Bletë konjak, një shishe, e bletë në supermarketet. Por fëmijët i kishe me vete në Francë? Në Ranë, gjysore larg Lionit. Jo, në Francë, i kishe me vete fëmijët? Fëmijët, po. I kishe, po? Me vete, po. Edhe atje në Francë bu më kesh, fillon të na torturu, dhunë psikologjike, kupta? Çdo ditë, ka bu edhe 2 shtrime në Francë, ka shtru asistenti. Po, asistenca sociale, e qartë. Po.
Edhe ky tani unë dhe i kisha marrë komplet atje në Francë, thjesht ky do me thonë të tregoj që kjo ka gënjy, tha që ne kena ardhur me vedije këtu, unë nuk jam i kërcënuar nga familja e kësaj, kupto? Edhe aty do me thonë nuk na ndihmuan më neve. Dhe u kthyet në Shqipëri. Po, dhe u kthym që na e morën shtëpi, na morën çdo gjë, kupto? Dhe çfarë ndodhi kur u kthyeet në Shqipëri? Kur u kthem në Shqipëri, sa erdhem në Shqipërinë, fillova punën direkt. Neta as në Shqipëri fillova punën. Me idenë që do fillonte punë dhaj. Po. Bashku te qyta uja, kishte marrë vjera ime një apartament me qëra. Aty vjera ime kishte 3 muaj që se kishte paguar shtëpinë fare, kupton? Qëra, e qartë. Po, qëran. Kur u kthem ne, filloi prap, nuk kërkonte punë, rritet u zonë me nënën e vet, fillon prap, ndrum shtëpinë nga atje, erdhe me një shtëpi të pastir të rotondët, besoj se e di të rotondët në stir, nita gati një 3 muaj unë aty me të, nita gati një 3 muaj me të, edhe një 3 muaj nita, e pas që po fillote punë dhe mora kalamaj tika. Herë e parë që ti merr guximin të ikësh nga ai. Mora guxim, tash edhe sikur rrugëve me flet nuk i kthehem më. Ka qenë momente që unë i tash, ja po ta bo, a do punosh apo tash tik? Jo po nuk ka punë, jo po kështu, jo po ashtu, rritë merrte lek çdo ditë. Ato 3 muaj që ne jetëm aty, na rritet e koka për 500 lekë që shkote pitën i tekër aki. 500 lekë. Qartë. Ai kishte arritur në gradën. Edhe në vajza e madhe. O ma, a do bësh një zgjidhje ose unë do vras vetën, tha. Vajza e madhe. Edhe kur më tha vajza kështu, nuk më shqipja fëmijët, që fëmijët janë, po të flasësh me vajzën e madhe, komplet ajo ta tregon dhe më keq, është këtë vajza e madhe i ka pak të situata të gjitha. Pra, fëmijët janë rritur në presion dhunë psikologjike, po. I ke dëmtuar fëmijët, i ke dëmtuar me një baba të papërgjegjshëm, por në momentin që ti ike, para sa kohësh ke ikur nga shtëpia? Kam 2 vite që nuk jetoj me ta. Pra, para 2 viteve ti u largove përfundimisht nga ai njeri. Po. Por çfarë ndodhi me jetën tënde? Ai të shqetësonte në këto 2 në gjatë asaj kohe se ti u pajisë prapë në të mbrojtje. Më ka shqetësu, më ka marrë në telefon duke më bërë kërcënime të vazhdueshme, duke më thënë që më thot një burr që do të vras kalamajt dhe gruan, do të vras kalamajt dhe gruan, imagjinat aty, kupton? Do të vras kalamajt dhe gruan. Be më në telefon, mi thote këto fjalë, do me thonë kisha frikë u kthesha nga puna vonë, sepse unë punoj natën, punoj deri në orën 11, kisha frikë, risha duke pa mrapa, para, se unë fëmijët e mi nuk kam mbështetje tjetër përveç meje. E dashur, Zarta, unë e kuptoj që ti nuk e ke dashur me atë njerëz, ai të dhunonte. Dashuria ka qenë në vitet e para, por kur nisën tradhtia dhuna nuk e ke dashur më, është e kuptueshme. Ke qëndruar aty me të plot vite për shkak se s'kishe ku të vije derisa e more guximin dhe ike dhe ke bërë gjën e duhur. Por dua të bëj një pyetje, duke ditur që ai ka probleme të shëndetit mendor dhe kjo është një fatkeqësi. Me nënën e tij, me motrën e tij, nuk e çua tek mjeku ta vizitonit, sepse ndoshta ai I bënte këto gjëra në pavedijen e tij, ishte I dhunshëm, nuk ishte I përgjegjshëm, se ishte I sëmur. Deta Angelo, ne kemi qu, si thash te pesa ka 15 shtrime, ne kemi qu, por ai nuk ka pas probleme, do me thonë. Mund të ketë pas pak probleme, por jo shumë. Ai kishte vetëm alkoolin, ne kemi shtru dhe për alkoolin dhe për drogën, se ai ka pi dhe drogë, sa rroba të them. Ka pi dhe drogë, ka pi atë drogën më të keqe. Pra, le të themi, ai ka qenë përdorus I lëndëve narkotike dhe I alkoolit, jo se ka patur probleme psikologjike. Jo, të flasësh ti me atë, di si është. Ai është me shenjë një psikolog. Ai di se ta bëmenja, thuti që ky s'ka asnjë gjë. Ama në shtëpi. Por fëmijët, si reagonin kur shikonin skenat e babait, se vajza ka qenë e madhe? Po, vajza gjithmonë I fliste, kupto thotë o bab, pse nuk shoh, pse gjithmonë I fliste, kupto? E në dita shikon.
ai do me thënë gjithmonë, unë ja kam pasun gjithmonë, e ja ka pasun dhe bipolar. Nuk e di a ke gjuket fjalën bipolar. Ndryshim humori. Vajza e madhe gjithmonë i ka pas falemet të dhomi, thotë o ba, pse bu kështu? Pse lejon vetën kështu? Je gjithë ky djalë, thotë. Me u kujdes. Ai asnjëherë dita ndërmu, unë kam 3 fëmijë, vajzën e madhe kam 15, tjetrën 12, djalin 7 vjeç. Ai asnjëherë s'ka ardhur me mua në spitale, asnjëherë në shkolla, asnjëherë në llojin, asnjëherë nuk e ka deklaruar vetën si prind. Po pra, duke ditur që ai ka qenë përdorues i lëndëve narkotike, i alkoolit, ti mos prisi që ai të ishte një baba shëmbullor. Sigurisht këto veprime do bënte ai, do të torturonte ty, do të vidhte lekë ty, do shiste gjithë gjërat e shtëpisë, normalisht që do kaloje në kushte kaq të vështira. Por ti më tregove që ke 2 vite që je ndarë me të. Po, jam ndarë dhe unë tani, ai është në Burg, ai do me thonë është në Burg, sot që po flasim bashkë është në Burg, nuk është në Burg për meje, është për policit, pavarësisht se ato thonë se unë kam shënu, do me thonë te policia, kam tregu çdo gjë, kam tregu edhe këto kërcënimet që më ka bëjë që i kam telefon, i kam tregu komplet, do me thonë kërcënimet, edhe nuk është ndoshta për maj në për këto, po vira imta më merr telefonin, më ka thonë gjithmonë që mi bë atë letrën e faljes. Sipas ligjit, edhe sikur ti të shkosh ta falësh, nuk merret përsipër ajo falja. Dhe nëse ti deklaron që denoncimi im nuk ka qenë i rrem, dënohesh ti pastaj, kështu që nuk e pse e fal ti. Po, nuk kam nuk ja bëj falën sepse unë e di shumë mirë se ai prap ku dalet të njëjtën gjë do bëje. Prap do më dëpise. Edhe unë thjesht nuk kam lek me i bë divorcin, që takën ta hesh mbi me në ati, e kupton, nuk se jam mundu me avokat shteti, po zgjasin shumë. Jo, në fakt, zyrat e... Edhe dunë edhe lek. Unë ka thënë që dunë edhe lek, e kupto që... Jo, të sqaroj unë, dashur Rezarta, avokati i popullit ka... Jo vetëm në Tiranë, por në të gjitha qytetet e Shqipërisë ka zyra të posaçme që punojnë pa pagesë vetëm për gratë e dhunuara, Për gratë e dhunuara, të cilat nuk i kanë kushtet për të bërë një divorc dhe për të kapur një avokat, është avokati i popullit që vën dispozicion. Një avokat falas apo avokate falas që të ndjeki gjyqin tëm për divorcin. Kështu që është pa pagesë dhe këtë gjë ta garantoj unë sepse shumë gratë të dhunuara që kanë qenë pjesë e programit tim kanë proceduar me këta avokatë dhe kanë bërë divorcin pa pagesë. Kështu që kjo është informacioni saktë dhe i sigurt për këtë gjë. Por në këto 2 vite, me sa po kuptoj unë që je vetme, jeta jote është e vështirë. Po, shumë e vështirë. Sepse unë vetëm kam një rrogë 500.000 lek, punoj pastroj në i lokal ose në i zyrë, ku më dalin që majnë telefon njerëzit që më njohin, por me zi po ja dal. Kam një shtëpi këtu të fushë aviacionit dhe me zi e kam pagujt me thënë drejtën, duke më ndihmu shoqet, njerëzit që njoh, kushrit, duke u kërku borxh, do me thënë. Ka ne që mund bim edhe pa buka, kupto, do me thënë, ka ne që të kemi lek, bim edhe pa hangër. Kjo është e dhimbshme dhe për fëmijët dhe për ty. Nuk kam ku drejtohem, kuptoj se unë kam bë edhe 1-2 herë për të Elvis Naçi, po s'është se më kanë ndihmu, nuk është se më kanë dhënë ndihmë. Kuptoj? Rezarta, por vëllezërit, nëna nuk më ndihmojnë fare, thonë s'kemi për vete dhe... Por vajzat çfarë të thonë? Vajza madhe e kisha në shkollë në vit parë këtu te gjimnazi, edhe nga që nuk ka qenë shumë mirë, do me thonë këto probleme që kena kalu, ti di se dhe fëmijët ndikohen, edhe e shkuti vitin ka shkut vitin në këtë vit dhe vazhdoj vitin tjetër, edhe po punon dhe jo, ka fillu një punë të vogël po bën, veç me ndihmu mu. Ka lënë shkollën, le të themi, këtë vit dhe punon. Po. Me ndihmu, po. Po për babajnë e tyre që ka në Burg, çfarë thonë? Nuk duan të takojnë fare. Nuk duan të takojnë? Fare. Por ai nga Burgu vazhdon të kërcënoj, apo e keti atë frikën që do dali nga Burgu dhe ai do bëj të njëjtën gjë duke të kërcënuar? Po, edhe vjera ime, do me thonë thotë, më ka thonë shpendi, bëjt falë Rezartës, do flasim ku dalim. Dihet e folmi anti ku dalim.
me presionit. Ai nuk e di që jam me shtëpi me qira. Sa i ta di që nuk rritë mami unë, ai vjen çfarë nuk bën të shtëpi, çfarë nuk bën. Ai ke vetëm duke përplas të dera apo duke bën ndaj gjë të keqe. Po jo, sepse realisht du ta bësh serioze këtë gjë, nëse ai del nga burgu dhe vjen te shtëpia juaj, te shtëpia që ti ke me qira, të kërcënon, bën skandale, apo ngre dorën mbi ty, ai futet në burg dhe për herë të dytë të dënosh për dhunë, duhet ta mendoj mirë ai, ka shumë vite pastaj. Hera e dytë si përsëric, dënohesh me shumë vite. Po inshallah, rri me idenë që kur do dalë tamam, po frikën ja kam për zotin se ai është tip kështu, është tip mashtrues, e kupton. Tani thotë, unë nuk bëj gjë, ai sa të filloi e gotën e alkoolit, sa shkoi të pi, ai nuk di më çfarë bën. Ai atë nuk e njeh më. Po mirë, më bën përshtypje me atë ish vjerën tënde, se ti vërtet nuk je ndarë me letra, po fizikisht je ndarë me atë. Po kjo ish vjera jote, nuk arrin do ta kuptoj që djalin e ka të droguar, alkolist, me probleme. Dita, disi është puna me këtë vjerën time? Vjera ime është, domethënë, nuk kam mbështetje nga gocat e veta fare. Ka tre vajza, e ka ndihmu ndonjëherë, po ajo gjithmonë është mësuar me mua, domethënë duke ja marrë shpinën, qiran, dritat, ujin, ushqimin, e kishte një ka shumë të fortë mas vetes, kupton? Edhe ajo normalisht që s'ka dash asnjëherë ta lejë unë djalin e vet. Thotë janë gjëra normale, thotë edhe unë kam shen, kështu ka rap burrim, kështu ka dhënë burrim, thotë po nuk i kam ik burrit tim. Janë akoma me ato idera të kos babaqenës, si themin ne. Edhe kështu rrim me këtë ide, thotë ha thotë ai dërgulloj, thotë pa se këtë burrat kështu janë thotë. Jo, nuk është kështu. Sigurisht që nuk është kështu. Ti nuk e lindur dhe nuk e ardhur në jetë të torturohesh nga babai i fëmijëve të tu, se ke jetën për ta shijuar e për qenë e lumtur, jo të dhunohesh. Ai ka bërë një zeza, o ka prej damar, o ka pi fotoksin para fëmijëve, ka dash me konsumu fotoksin. Vetëm sa zon me nënën e vet, i ka thonë nënën e vet shtmaj ty se ti s'punon e ti kështu, ka shku ka ble fotoksinën, ka pi vetëm pak, domethënë e ka nxjerr, e ka pas gjetë atë se ka pas dalë, më duket se edhe mund ta keni pa ju, kupton? Se po ta kërkosh domethënë, edhe mund ta kesh pa, kupton? Edhe mund ta kesh pa, edhe ka pas shty fotoksin, ka pas shku te spitali, ka pas qenë atje, ka pas qenë të vdek, nuk e di se shpëtoi, kupton? Shumë keq. Ka qenë dhe një rast tjetër, pastaj ka qenë dhe një rast tjetër, se i kam harru se gjash shumë gjona kam, sa kupton? Pra ai shumë herë ka tentuar të bëj vetvrasje. Po, jo, nuk do të me bëj vetvrasje, do të thjesht me na trem neve që ne mos i themi atij që dile puno. Vetëm për këtë i botë, nuk i botë më kështu. Thjesht që mos i themi ne për shembull të puno dile gjej punë. Ta lenim qetësinë e vet, t'ja blenim duhanin ne, alkoolin ne, t'ja bonim këtë ne, ai ishte në rregull. Më vjen shumë keq, sinqerisht, nuk e di se si e ke duruar e dashur e zarta gjithë këto vite, këtë lloj martese do t'i kishte dhënë fund shumë më herët kësaj gjëje, nuk e di se si e ke duruar. Kur s'kem mbështetje dhe kur, domethënë, unë edhe kur i ka Odeta, kur domethënë vendosa që mi ik 2 vite, kam ik domethënë me frikë, kupton, me frikë me mbietu. Se ja shive tani unë nuk jam e sigurt se unë sot jam punë për shembull tjetri thotë të hesh nga puna, nga shtëpia pa paguajt, ngelem rrugë. Unë nuk kam mbështetje nga asnjë, nuk kam asnjë njeri, e kupton? E qartë, të kuptoj, por ja, erdhi kjo ditë që ti u ndave, po ta kishe bërë më herët, do kishte qenë shumë herë më mirë për ty. Kam qenë më e vogël, nuk e kam ditë jetën, a kupton, kanë qenë shumë gjëra në mes, Odeta. Por dua të pyes vetëm diçka për ish burrin tënd, babain e fëmijëve. Po marrëdhënien me fëmijët i ka dashur të paktën? Si? Fëmijët e vet i ka dashur apo i ka dhunuar dhe ata siç u ka dhunuar juve? Përderisa ka bëu gjitha dhunë në familja, mendon ti që i ka dashur ato? Ai i ka thonë vajzës madhe, vetëm që u zita vajza madhe me të, i fliste kur bote dhunë, i ka thonë vajzës madhe mos bëfsh na herë kalamaj. A mendon që mund ta dojë një prind fëmin, ku i thotë fëmijë se më ka fëmin ashtu? Vetëm se fëmia i del krahë nënës vet që e shef nënën si çoftohet e si bën. A mendon që ka dashuri një prind për atë fëmijë, ku i thotë ashtu, mos bësh fëmijë në jetën tënde? Por ish kunatat,
Jo të mbështesin ty, mbesat dhe nipin e tyre, e mbështesin? I dun kalamajt, nuk është se nuk i dun, se nuk them që nuk i dun kalamajt, i dun, po nuk i shohin. Ne kemi 2 vite që kemi ikë, do me thënë ato, nuk është se kanë marrë ne mi pyet fëmijët, a keni nevojë për ndonjë gjë. Dhe tani që ishte vit i ri, erdhi kunata nga Italia dhe i tha vajzës, shkoi vajza i takoi, fëmijët i taku. Po. I kishte blej vajzës një 2 krema, kështu që në shpëlan trupin, të linja 1500 lekë. Pse pra, ato kanë nevojë vajza. E qartë, ka nevojë për ushqim, për libra, vajza ka nevojë për ushqim, ka nevojë për veshmbathje, për rroba, për atlete. Nuk e kam thënë një fëmijëve mi thonë, a keni nevojë për ndonjë gjë, ajo duhet në gjë që ja blejmë ne, se ato nuk është se janë të kapur. Konatën e dytë e kam në Itali, konata tjetër është në Maminas, kupton, nuk është se s'kan mundësi, thjesht kanë lësh dorë, kupton, nuk duan. E dashur Zarta. Dita, kanë qenë motrat e veta, nëna e vetë që më kanë paston ku am qenë të shtëpia burritim, ku am qenë aty. Më thoshin ti edhe me gjithë dashur, ne nuk themi gjë ty, se ti s'ke burra, kupton? Shi që mendime shlepin. Që edhe po ta tradhtoje, ti kishe të drejtë ta tradhtoje sipas tyre se po. E rënd dhe nuk e di. Ke bërë gjën e mirë që je larguar, e dashur Zarta, ma vjen shumë keq për gjithë historinë e jetës tënde. Padyshim që do jem krah teje për të ndihmuar për të bërë divorcin. Ti jap një këshill si një nën, mos u dorëzo. Ke gjën më të shtrenjtë, ke 3 fëmijë të tu që janë drita e syve të tu, mos u dorëzo dhe jam e sigurt që Zoti do ta bëjë mbar. Kësaj martese jepi fundin edhe nga ana ligjore. Ai do dali nga burgu një ditë, nëse e shikon që është kërcënim për ty, për fëmijët, drejtohu policisë 1 orë më parë dhe mos e lër me mendimin se do ta fal dhe këtë herë, dhe gjykata do vendosi një detyrim për ty dhe për babain. Padyshim që ty do të jepet kujdestaria e fëmijëve. Për babaj do ketë një detyrim ligjor, një detyrim që me sa kuptoj unë, ai s'ka për ta paguar asnjëherë. Sa ai Dita, brava. Ai nuk punon, atë e marr nëna vet. Nuk punon Dita. Ai është mësuar gjithmonë brapa nënës vet. E kupton? Nëna vet ja, edhe tani që është në burg, që nëna vet të paktën duke e ditë çka ka bëj djalë, duke ditë se çka ka shkaktu, po si më i çon paketa në burg. Oje, kuptoj që është nën. Po më mirë një fëmijë duhet me lënë me vujt pak që ta kuptojë si është, që t'ja më të do iku. Çfarë do e bëj prapë çfarë do? E qartë. E gjithë është ajo. Edhe ajo, këtë shenja ka pas trupin duke rrëth quni vetë. Këtë shenja. Oj, gjutë të shkelë, grushta pa fëmijëve e ka rrëth, pa fëmijëve. Kjo është e pa tolerueshme, një djalë që rre nënën, rre gruan, s'do grua, s'do nën, s'do fëmijë. Sigurisht atje do përfundonte pas sekurave. Dashur Zarta, sepse je duke udhëtuar dhe do shkosh në punë tani, do mbetemi bashkë në kontakt dhe do të ndihmoj për pjesën e divorcit, patjetër. Ajo është pa pagesë dhe unë do të orientoj dhe do të ndihmoj. Kështu që të përshëndes e dashur, të përshëndes. Faleminderit. Mirupafshim. Faleminderit. Mirë të dashur miq, që dëgjuam rrëfimin e Rezartës që tregoi dhunën e ushtruar nga bashorti, një bashkëshort i cili ishte përdorus i lëndëve narkotike, përdorus i alkoolit, një baba i papërgjeshëm për fëmijët e tij që dhunonte edhe nënën e tij. Dua t'i bëj një thirrje të gjitha atyre grave të cilat ndodhen në situatën e Rezartës, ti thonë stop dhunës, mos tolerojnë askënd të preki trupin e tyre, por t'i drejtohen policisë. Ndoshta Rezarta gaboi, e fali për shumë vite, u pajismorur mbrojtje, troqi denoncimin, i dha një shans të dytë, shkoi në Francë, u rikthye, jetoi me të, e duroi shumë vite dhe bëri gabim, se në fund ajo u nda, u divorcua dhe ai është në burg. Duhet ta kishte bërë më herët. Ndaj ju bëj thirrje të gjithë nënave, grave që janë në këtë presion, dhunohen fizikisht dhe le të themi psikologjikisht nga partnerët, t'i thonë stop, të marrin guximin, të kërkojnë ndihmë, nëse familjen nuk e kanë mbështetje, siç Rezarta nuk e kishte, t'i drejtohen shoqatave, ka plot shoqata të cilat operojnë në vendin tonë dhe marrin në mbrojtje gratë e dhunuara, t'i drejtohen policisë, të bëjnë denoncim, sepse këta njerëz nuk meritojnë të quhen as bashkëshort, as baba, dhe vendin duhet ta kenë pas sekurave për të marrë një mësim të mirë. Uroj dhe shpresoj që kjo nënë e re në moshë Rezarta, me 3 fëmijët e saj, t'i jepet ndihma, Zoti t'i japi forcë për të përballuar jetesën edhe në kryeqytet me këto çmime
marramëndse që ka Tirana, një qira, ushqim, drita, ujë, veshje, një rrogë vetme nuk i përballon dot. Por i premtova që do ta ndihmoj për pjesën e divorcit dhe uroj më të mirën Rezartës, 2 vajzave dhe djalit të saj. Mirë të dashur miq, ne kemi ardhur në fund edhe për live-in e sotëm. Uroj dhe shpresoj që ky live të ishte një mesazh i fortë për të gjitha gratë e dhunuara. Uroj të jetë një mesazh i fortë. Ne bashkë do ritakojmë sërish nesër në të njëjtën orë, ora 10 do të jem këtu live me një tjetër histori. Por nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni që zëri juaj të dëgjohet, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por nëse dhe keni një eksperiencë për të ndarë, keni një histori frymëzuese ku përcjellni mesazhe të forta, dhimbjen e keni kthyer në forcë, mos hezitoni të jeni dhe ju pjesë e live-eve të mia dhe mund të më shkruani edhe në adresat e mia në Facebook dhe në Instagram dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime, ju mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube ku çdo paradite më keni live. Ju faleminderit që më ndoqët sot dhe ritakohemi nesër me historinë e radhës. Mirupafshim.